Komisioni i lustrimit në regjistrin e personave të lustruar dhe që kanë rezultuar si ndjekës zyrtar dhe bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, ka shpallur edhe Ali Ahmedin. Bëhet fjalë për Ali Ahmedin, një inspektor i shërbimit sekret në të kaluarën në Kërçov, i cili sipas vendimit të Komisionit të lustrimit gjatë periudhës së viteve të 80-ta, kishte dhënë urdhra për ndjekje dhe masa të tjera për veprimtar të lëvizjes kombëtare shqiptare të asaj periudhe. Në listën e tij si persona që ndiqeshin ishin Halil Halili, Adem Maksuti, Fadil Bajrami, Xhelil Xhelili, Gafur Adili e të tjerë. Ali Ahmedi si inspektor i lartë përmes informatorëve të tij po siguronte informacione mbi aktivitetet ilegale të personave të lartë përmendur, një pjesë të cilëve ishin studentë në Universitetin e Prishtinës. Por aktiviteti i tij ishte edhe sigurimi i informacioneve për veprimtarët e asaj kohe që jetonin dhe vepronin në Zvicër, si Fazli Veliu, Ali Ahmeti, Ismail Abdiu, Gëzim Bekteshi, Ferit Huseini, Xhabir Bajrami e të tjerë. Inspektori shpallur përmes informatorëve të tij po siguronte të dhëna mbi aktivitetet e këtyre veprimtarëve në Zvicër.